Shikues të nderuar, më mbroma mirë se erdhët në emisionin tuaj dhe tuanin Koqia Show. Faleminderit publikut që gjithmonë i kemi prezant, por faleminderit edhe sponsorëve tonë, atyre që mësojnë këtë realizim të emisionit. Janë sponsor vendor është Uji Sibura që gjithmonë na shoqëron. Faleminderit shumë Uji Sibura. Është Pia Aronika, po ashtu për edhe vendor. Faleminderit shumë edhe Sat Berishës pronorit. Si dhe është Spitali Medical Park, ai që më ka operu mu. Shikues të dashur, sonte do të kemi kënaqësinë që përsëri ta kemi një musafir të veçantë në lidhje direkte nga Amerika. Ai punon që shumë kohë në qeverinë amerikane. Jeton në Amerikë që so vite. Vjen nga Kelmendi i Shqipërisë. Me neve sonte zotri Ajet Delaj nga Amerika e largët. Faleminderit shumë pas Ajet që pranove intervistën. Faleminderit juve për mundësinë që më lat. E thash në prezantim që punon për qeverinë amerikane, na shtas kum gabu. Ja, edhe New Yorku është pjesë e Amerikës, kështu që unë punoj për qeverinë e New Yorku që 18 vjet. Falenderoj shumë që gjete kohën edhe mundësinë. Unë e kam pa një letër dërguar presidenti i Amerikës Donald Trump ju ka dërguar nëse s'ka bëj juve apo kujt. Edhe e kam pa që e keni shpërndar në Facebook. Në fakt, çfarë ka dashur të thotë me atë letër? Unë kam rregullisht korrespondencë me presidentin amerikan, do të thënë pinë e bardhë me stafin e tina, por unë mendoj që ndonjëherë vetëm mund t'ja kenë hedhë sy edhe problemeve që ngrejon. Unë kryesisht i shkruaj presidentit për problemet që mendoj që duhet të korrigjohen këtu në Shtetet e Bashkuara, e natyrisht atë dheu jonë është pjesë e rëndësishme e korrespondencës tonë. Po çfarë në fakt ka thonë presidenti Trump tek ajo letër dhe çfarë e keni shkruar ju? Presidenti Trump është një person që e ka për zemër komunikimin me publikun e me suportuesit e tij, pasi unë jam një pjesë e agjendës manga të presidentit Trump që 10 vjet që në 2016. Edhe e ka në stilin e punës tij komunikimin e drejtë për drejtë me suportuesit e tij konservativ. Dhe më falenderon për problemet që i ngrej edhe natyrisht që angazhohet për korrigjime, rregullime edhe punën e tij pa lodhur që e ka realizuar në këto 6 vite. Se aq tani rreth 6 vite. Po me që ju jeni shqiptar në fakt edhe vjeni nga Shqipëria, çfarë po mendoni për protestat që po ndodhin në Shqipëri? Kush ka të drejtë në fakt? Ka kryeministri Edi Rama apo protestuesit? Sipas juve edhe sipas presidentit Trump, se po besoj që ju keni informacione pasaj. Kam informacione për të vërtetën e Zotit, edhe unë këto protesta e quaj protesta madhështore të rinjë shqiptare, dhe një ndërgjegjësim i një nivelit e një shkallë të lartë të popullit shqiptar e kryesisë shqiptare për situatën që kalon atë dheu në tërësinë e tina e Shqipëria në rëndësinë sa kuptohet që në rrafshin kombëtar të shqiptarëve në gatishmën lirik Shqipëria është një vend të rëndësishëm. Dhe fatkeqësisht dhe faktikisht Shqipëria është pa zonë e institucionet amerikane. Sepse leadershipi aktual qeverisës nuk arrin ta kuptoj, edhe sot megjithëse kanë kaluar 2 vjet që kanë ikën në Washington me 6 nënor të 2024. Ku e majta amerikane u largua nga pushteti të gjitha pushtetet pati në shtëpinë e bardhë në Senat. Dhe bashkë me faktikisht thanë që shqiptarët në tërësinë e tyre udhëhiqen nga një mentalitet sultanati. Sultanati. Gjë që bie nesh drejt për drejtit, bie nesh drejt për drejti me parimet e lirisë dhe demokracisë. Po kujt jep drejt në fakt presidenti Trump? Dhe shtetëror duhet Kujt jep drejt, jep protestuesve sipas juve apo Edi Ramës? Shtëpia e bardhë në një prononcim privat ka bërë të ditur
që do të luftoj me tënë forcën e vetë rrjetet globaliste këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jashtë Amerikës të aleatët e saj. Në mënyrë të drejtë për drejtë. Dihet që leadershipi aktual shqiptar në qeveri me Edi Ramën në krye është përfaqësuesi i networkut Soros, jo për Shqipërinë, por për krejt Europën. Edi Rama është përfaqësuesi i Sorosit. Trump e ka deklaruar networkun Soros pa dyshim, përfaqësuesi i Sorosit për Europën, jo për Shqipërinë. E çka ka deklaruar presidenti Trump? Ka deklaruar publikisht. Presidenti Trump e ka deklaruar networkun Soros Open Society organizat kriminale. Organizat kriminale. Dhe atë jesh pjesë e një networku kriminal. Organizat kriminale në mënyrë të drejtë për drejtë. Pra ju po thoni që organizata Antifa e Sorosit është organizat kriminale, po kështu ka thonë presidenti Trump. Jo, Open Society dhe Antifa është një organizat tjetër e ekstremit më që janë sponsorizuar vazhdimisht nga networku Soros dhe fondacioni Soros. Por problemi mallor në këtë situatë është dhe rinia shqiptare e ka kuptuar dhe po merr fatet e Shqipërisë në dorë është që Edi Rama nuk mundet me marr pas vete edhe Shqipërinë. Cili do të jetë në fakt, cili do të jetë fati i Edi Ramës edhe i Shqipërisë në të ardhmen? Fatin e Edi Ramës e vetë populli shqiptar në radhë të parë. Okej, edhe unë mendoj me këtë zgjim të ndërgjegjës kombëtare të shqiptarëve, fatet e Shqipërisë janë atje ku realisht e meritojnë. Krah dhe aleat i besueshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zëvendës presidenti G.D. Vance në konferencën e Munihit në datën 15 shkurt ka kanë 2025, një vit e ca më përpara, dhe dikun rreth 20 ditë mas hyrjes për herë dytë të Donald Trumpit në Shtëpinë e Bardhë, ai erdhi në Munich dhe deklaroi që aleatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të jenë ata vende dhe ata njerëz që ndajnë vlerat përbashkëta me ne. Vlerat përbashkëta me konservatorët amerikanë, me Shtëpinë e Bardhë, me administratën amerikane nuk mund të përfaqësoj networku Soros. Deri në fund korrikut, nëse nuk do të kemi dorëheqje nga kryeministri Edi Rama, mendoj që do të hyj apo do të ndërhyj shteti amerikan në Shqipëri? Unë mendoj që edhe në këto momente shteti amerikan është i angazhuar. Edhe do të kemi një qeveri teknike deri në fund të korrikut apo ju? Çka mendoni ju? Unë do mendoj që do të ketë një qeveri tranzitore, jo qeveri teknike, se me këtë termin teknika apo tranzitore luhet shumë në opinionin publik shqiptar, sidomos në mediat e qeverisë së Tiranës. Shqipëria ka nevojë për një qeveri tranzitore me një minimum mandati 1 vjeçar. Gjatë këtij mandati 1 vjeçar, qeveria e dalë nga ai shesh i protestave rinore duhet marrin përsipër dhe do të realizojë përpilimin dhe aprovimin me referendum të kushtetutës së re të Republikës Shqipërisë, pasi praktikisht kushtetuta e vjetër e aprovuar me referendum në 1998 është shkye, jo i herë, po disa herë, është shkye dhe është dhunuar. Unë ju kam kërkuar institucioneve shqiptare disa herë një fakt shumë interesant. Në ligjin e vitit 2020 për funksionimin e gjykatës kushtetuese në Republikën e Shqipërisë, në mend 8.4 thot atje që moszbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese sanksionet gjenden në Kodin Penal të Republikës Shqipërisë. Nëse hyn në Kodin Penal të Republikës Shqipërisë nuk ka asnjë sanksion për moszbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Pra, praktikisht gjykata kushtetuese e Republikës Shqipërisë sot është një institucion pa forcë. Që nuk ka asnjë ligj që e mbështet sot në Kodin Penal. Dhe pranaj kanë bën edhe atë që kanë bën me Kushtetutën e Republikës Shqipërisë. E vërtet, po flitet her pas here, domethënë edhe për kryeministrit Edi Rama, që në fakt kemi pasur ndalimin e zonës Iqballi Udutit, domethënë dëbimin e saj edhe ndalimin si e ka shpall si person non grata për 15 vjet e ka ndaluar me në Shqipëri, për arsye se po mendojnë që domethënë ka të bëjë me shërbimet iraniane, duke e ditë që më herët Shqipëria ka pas një sulm kibernetik ndaj
nga Irani në fakt. Çka mendoni ju? A përfshihen shërbimet iraniane në këtë protestë? Shiko tani. Ajo çështja e goditjes kibernetike nga Irani ha diskutim, ajo është një temë e veçantë, ajo që u takon më shumë shërbimeve specializuara. Kurse unë dëgjova një intervistë Sali Berishës për këtë çështje që po interesoheni ju, dhe unë kam bindjen që ajo është e përdorur jo nga shërbimet iraniane, po nga Sali Berisha dhe Edi Rama të dy së bashku, për të plotësuar atë pretendimin e tyre si gjoja iraniane ka interferojnë në protestat e shqiptarëve, që Irani nuk di se ku ka kokën e diçka më tepër për vete, e jo me pas kohë mundësi me interferua aq larg në Shqipëri. Më falë pasajet, kush është e përdorur? Do të thonë, kjo ideja e shërbimit iranian apo Iqbal Hudud është e përdorur nga Sali Berisha dhe Edi Rama? Iqbal Hudud, who is kush është ajo zoj. Kjo është përdorur për me plotësu atë pazullin e tyre. Aja është një protest madhështore e rinisë shqiptare për marrjen peng demokracisë që 36 vjet në Shqipëri. Mi bazën e një projekti që i ka bazën jashtë Shqipërisë, por që është njihet me emrin Katovica. Po për kryeministrin Albin Kurti tash që i fitoi zgjedhjet, kemi pas këtu her pas here deklarata të opozitës duke e quajtur kryeministrin tonë si ka politikë anti-amerikane. Në fakt, çfarë mendoni ju për kryeministrin Kurti duke e ditë që ju keni informacione dhe jeni në lidhje me Donald Trump? A është njëri i dëshiruar për Amerikën, kryeministri Kurti? Shiko tani, unë nuk mendoj që them në gjë të re që kryeministri është i majt, kryeministri Kurti është i majt, e madje anon i çik pak nga ekstremi majt. Du me ju pru vetëm një fakt. Akordimi i plot i Edi Ramës me Albin Kurtin, leni ato politikat e propagandën që bëhet në Shqipëri dhe në Kosovë, Edi Rama dhe Albin Kurti kanë janë bashkë në kuadër të fondacionit të George Sorosit. Sepse teoria George Sorosit është që asnjëherë vezët nuk venosen në shport. Ato venosen dy dhe shikoni me vëmendje. Masi nxorren nga presidenca Vjosa Osmanin, një politikane që arriti të rikonfirmohet në qendrat më të mëdha politik berse të botës duke krijuar një partnership afërt me presidentin Trump. Dhe të dy bashk, Albin Kurti dhe Edi Rama morën pjesë në konferencën e Barcelonës të organizuar nga ekstremi i Europës drejt për drejt kundër presidentit Trump. Dhe ky është fakt. Dhe në dirigjimin e plot të Aleksandr Soros, tani që kryesen fondacionin Shoqëria e Hapur edhe fondacionin që është e njëjta gjë me fondacionin e George Sorosit. Kështu që Albin Kurti ka treguar me fakte që është anti-amerikan. Por ju po thoni që presidenti Trump nuk ka simpati për kryeministrin tonë Albin Kurti? Nuk mendoj që ka me kalu kohë shumë e gjatë, që ka me jarë peshtjeshi Albin Kurti. Për dërheqje? Jo, refuzimi, sepse ka ba dy refuzime, mund të ketë të tjera për të vërtetën, po ato që ne i dim publikisht, të më thanë. Refuzimi për ratifikuar në parlament marrëveshjen që janë organizuar në tavolinën e presidentit Trump, ku bashkë me marrëveshjen është bërë dhe njohja e Kosovës nga Izraeli, një njohje shumë e rëndësishme, mendoj unë. Sot e kësaj dite ajo marrëveshje nuk është ratifikua nga Parlamenti i Kosovës dhe ka paftueshme për me bërë punë. Në mos qofsha gabim, ka kanë 2021, në verën e 2021 i kam bërë një letër që se ka kthyer kurrë Albin Kurtit si kryeministri i Kosovës dhe i kam bërë thirrje për ta ratifikuar atë. Dhe nëse nuk e ratifikon, ti duhet fillosh me numëru mrapsht në politikë. Çka ka qenë ajo marrëveshje? Marrëveshja që ka realizuar Abdullah Hoti në tavolinën e presidentit Trump. Po e kam qartë, po. Mase e keni harruar ju, po.
Po, ja, se kom marru, ja. Ajo marrëveshje ka kanë shumë dimensionale, dhe du me pru dhe rëndësinë e saj. Të gjitha marrëveshjet apo urdhrat ekzekutiv që ka realizua presidenti Trump në mandatin e parë, administrata Biden i ka bakant. Një ndër të vetmet, se unë nuk e të kam raportin e plot, një ndër të vetmet që e ka rikonfirmua administrata Biden, ka kanë marrëveshja që është realizuar në tavolinën e presidentit Trump me Abdullah Hoti, në kohën kur kryeministri i Kosovës ka qenë Abdullah Hoti. Okej? Po. E dyta vjen një grant prej $200 milion, lexova diçka sot, bile kishte një reagim të institucioneve amerikane për refuzimin e një granti prej $200 milion, grant. Mos harrojmë të, grant. Për gazifikimin e Kosovës. Se çfarë ndotje ka Kosova për termoelektranat si gjuni atje në Kosovë, dhe çfarë teknologjiet janë ato e dini ju më mirë se sa unë. Dhe perspektiva jo vetëm e Kosovës, po e Shqipërisë dhe krejt Ballkanit është perspektiva e gazifikimit. Pra, sistemi i shpërndarjes së gazit për konsum dhe për publikun kosovar, shqiptar po doni, është e rëndësishme, shumë e rëndësishme shpërndarja rrjetit si fillim, e pastaj nga vjen gazi, a vjen nga Azerbajxhani, a vjen nga Amerika, a nga vjen gazi, ajo është i takon një hap i dytë. Por refuzimi, unë për veten time nuk kam një besoj dhe ju mund të keni informacion më detajuar, po unë nuk kam një gjua ndonjë sqarim përse e refuzon një grant. Nuk po them hua, është grant. Grant do me thonë me të nimu të shteti Amerikan. Kryeministri Kurti ka refuzu, po thonë, ja? Arsyen sepse refuzon. Jo i herë, po 2 herë. Po. Dhe marrja pjesë. Dhe shiko tani, ne jemi kombi vogël dhe ne nuk përcaktojmë politika e mëdha që bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo që kombi joni vogël në Shqipëri, në Kosovë, e ka për detyrim, duke shpreh dhe vullnetin e popullit shqiptar si kombi më pro-amerikan i botës, duhet kanë unison me politikën amerikane. Me qenë se për fatin ton të mirë, interesat amerikane në Ballkan përpuqen 100% me interesat e shqiptarëve. Ata duan pavarësinë e Kosovës, ata duan fuqizimin e shtetit të Kosovës, fuqizimin e shtetit të Shqipërisë, luftën kundër korrupsionit dhe trafikeve. Këto gjëra i shkojnë për shtat edhe interesit ton kombëtar, edhe interesit ton si popull po doni. Pasajet, me që shpesh herë është fol kështu realisht kur ish presidenti Hashim Thaçi ka qenë duke udhëtu për Washington, i ka ardhur një thirrje nga Hoga dhe prej asaj dite ai gjendet padrejtisht në Hogë. Çfarë mendoni ju lidhe mbi akuzat e ish presidentit Hashim Thaçi? A do të kemi një lirim të presidentit Thaçi duke e ditë që është po i njëjti njeri që i ka hap akuzë edhe presidentit Thaçi edhe presidenti Trump? A do të dërhyj vet presidenti Trump që ta liroj Hashim Thaçin? Shiko, a ne nga vi unë, kena një fjalë turë popullore ku thot, kur të vret vedi, nuk ta merr kush gjakun. Na lexoni pak nëse mundesh se po kem pak përsëritje, po? 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 A ne nga vi unë, nga malësia e madhe e Kelmeni, kena një shprehje popullore që thot, kur të vret vedi, nuk ta merr kush gjakun. Institucionet e Kosovës në kohën e Hashim Thaçit kanë bërë një gabim fatal për Kosovën edhe për veten e tyre në plan 2. Kanë pranua dhe kanë themelua një gjykat monoetnike në një shtet multietnik. Në të gjitha parimet universale të drejtës e të kushtetutave më moderne në botë është ankushtetues. Nuk mund të ketë gjykat monoetnike me dënu vetëm shqiptarët, kur në Kosovë krimet i kanë bërë serbët, këtë e din gjithkush, dhe gjykata ngrihet me dënu shqiptarët. Kjo është në rrafshin në planin e përgjithshëm konstitucional e kushtetues. Megjithatë, unë nuk i kam për të vërtetën, unë nuk mund të them tani se
janë aty me të drejta pa drejtë, sepse realisht unë nuk i kam një gjua, nuk e kam një në detaje zhvillimin e seancave të gjykatës Hagës, por kam një gjua që ka dhe dëshmitar, sa reale janë, por edhe në çështjet e dëshmive ka shkelje. Ka shkelje sepse asë një dëshmi nuk mund të merret nga institucionet serbe, një shtet armik i Kosovës, sepse kur nuk e njeh Kosovën si shtet, praktikisht armiqësia është në kulm. Pra, vetëm se nuk guxon me shpall luftë Kosovës publike, se nën Rogoza është e shpallur. Dhe gjykata ka dhe një diçka tjetër, që edhe publikisht i kam kërkuar Parlamentin e Kosovës edhe kryeministit Kurti. Shikoni me vëmendje një diçka shumë interesante. Realisht quhet dhomat e specializuara të gjykatës së Kosovës në Hagë. Kjo është emërtimi zyrtar që ka dalë nga Parlamenti i Kosovës. Dhe shikoni mrena në sallën e gjykatës së Kosovës në Hagë. A ka ndonjë simbol të shtetit Kosovës? Asnjë. Në mënyrën më absolute, asnjë. Totalisht e papranueshme. Po se është me ligjet Kosovës, është gjykatë. Është gjykatë me ligjet Kosovës, këtë drejt kësaj. Në një jurisdiksionin e Republikës Kosovës. Absolutisht. Yes. Okej? Dhe kam bërë thirrje që zotëri, shpalleni gjykatën e dhomave specializuara antikushtetuese ose thjesht Parlamenti i Kosovës t'i bëjë një kërkesë zyrtare gjykatës kushtetuese duke i argumentuar të gjitha këto pika për ta shpallë antikushtetuese dhe të gjitha ata që janë akuzuar bashku me materialet. Po. Dhe të gjitha ata që janë akuzuar atje të kalojnë në jurisdiksionin e sistemit të ri të Kosovës, sepse sistemi gjyqësor i Kosovës duke përfshirë dhe gjykatën kushtetuese ka treguar që sistemi gjyqësor i Kosovës ka integritet dhe ka besueshmëri. Nuk është nevoja as me dënua a priori, as me i fal a priori. Po presidenti Trump a do të ndërhyj pasaj? A mendoni ju që do të ndërhyj presidenti Trump në këtë drejtim? Unë personalisht nuk mendoj që administrata amerikane ndërhyn në sistemin e drejtësisë Kosovës. Po e kemi po një diçka interesante që i ka ndalë buxhetin. E ka nënshku një marrëveshje për me ndalë buxhetin gjykatës së Hagës, presidenti Trump. Po besoj këtë informacion e keni. Është ndalja kryesisht, shikoj me vëmendje. Gjykata e Hagës është sponsorizuar edhe nga buxheti i Kosovës. Edhe nga Bashkimi Evropian. Është sponsorizuar edhe nga buxheti i Kosovës, një gjykatë që nuk pranon me vendos në sallën e gjykatës simbolet e shtetit të Kosovës. Kjo është më shumë se qesharake. Ajo që pash unë për shembull para me datën 22 të këtij muaji, presidenti Trump rikonfirmoi, ose me thonë update-i, edhe një herë, i futi edhe një firmë tjetër për deri me datën 26 korrik të 2027-s, duke e vendosur krejt Ballkanin në emergjencë për sigurinë kombëtare të Amerikës. Është edhe një dokument tjetër i datës 28 dhjetor të 2025-s, që e përcakton Ballkanin Perëndimor si faktor që ndikon drejt për drejt në sigurinë kombëtare të Amerikës. Nëse me aq pak sa di unë në këtë fushë, Jack Smith, që ka ngrit akuza kundër presidentit Trump, edhe unë mendoj që ai do përgjigjet për ato që ka bërë. Unë nuk mendoj që edhe lufta që është bërë, lufta
ndaj liderëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës nuk ka interferenca politike. Sigurisht që ka. Por, prapë unë i qëndroj asaj që gabimin më të madh institucionet e Kosovës kur drejtoheshin nga Hashim Thaçi e Kadri Veseli e ban që pranun një gjykatë monoetnike në një shtet, se praktikisht me kushtetut Kosova është shtet multietnik. E vërtet. Por, është në nerin e tyre që ata të dalin të pafajshëm në proces gjyqësor të ndershëm mbrana institucioneve të Kosovës, jo në një gjykat që për mendimin tim është e manipuluar dhe antiligjore e antikushtetuese nga fillimi deri në fund. Pasajet, unë të falenderoj shumë që gjete kuën sot edhe mundësinë me që jemi kështu në lidhje direkte nga Amerika dhe për shkak të internetit nuk e kishmi zgjat më shumë, por uroj më të pas edhe fizikisht këtu në studio së shpejti, kur të që vjen nga Amerika më të pas në emisionin tonë. Unë të falenderoj shumë që gjeti kuën edhe mundësinë, një mesazh kisha pas dëshirë me dhënë ti për fund për gjithë shqiptarët edhe shikuesit e emisionit tonë. Mesazhi im është që populli shqiptar dhe kombi shqiptar është populli më pro-amerikan i botës. Është e vërtet. Një revistë prestigjioze para disa kohëve, Newsweek, ka thënë që shqiptarët pro-amerikanizmin e tyre duhet ta mbajnë si medaljon në gjoks, sepse jo vetëm që u këtë, po do të vlerën të arshmen. Por duhet që të qëndrojnë bashkuar në synimin dhe qëllimin tyre që të jetë një partner serios krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të jemi në unison me politikën amerikane, pasi ne jemi një kombi vogël dhe nuk ndikojmë në politikën amerikane, por duhet të jemi vetëm në unison me ta. Faleminderit shumë Pasajet, unë përshëndes dhe të falenderoj shumë nga Kosova. Fola ki nga Kosova. Faleminderit dhe juve dhe miru pafshim e miru takofshim. Miru takofshim e miru pafshim kështu live në Kosovën tonë të dashur. Faleminderit shumë. Respekt, faleminderit shumë. Bye bye.